Dhe mendoj që po shpëton loja këtej dhe si ka ecur me ata andej. Dhe ka parë që ky është... Ka ardhë dje këtu. A ka ardhë dje këtu. Ai dje këtu ka pojtë diçka tjetër. Pa tjetër. Pse? Ai me këtë do ka folë me malin dhe mund të fliste prapë në atë mënyrë. Dhe ai ka pojtë që dallon gjëja, dallon lidhja. Lorna, afirmiteti. E kupton? Dallon çdo gjë. Ai tani është bërë më konfuz se konfuzi. Po normal. E ka konfuzu dhe ajo shtëpia dhe ajo dhoma brenda. E konfuzu dhe Kristi tash që ja futi mas shpinën prap. E konfuzu dhe Kristi. Si gjë shumë pa parashikueshme. Kristi i ka dhënë një lajm atij që mund të do jem pra krahte të ta fus pas shpinën. Tani, ka ardhur ka pa prap gjën tjetër brenda. Dhe momenti kur të bashkohen gjithë, aty ke një allakatje totale dhe çan do tani, është momenti ideal. Me godit këtë dalë por. Po i godet ege. Dhe i shkun totalisht. Nga i parit e i funit. Sepse në momentin që hapet kjo, edhe këto cepat fillojnë edhe shpërbëhen me kriju cepat tjerë. Po patjetër. Dhe momentin që fillojnë me kriju këtë, aty janë të pa përgatitur, të pa formuar me njëri tjetrin, dhe mund t'i hallakosësh me 3 momente të bukura. Po, ose vetëm përveç faktin nëse gjatë kohës që janë prap të mbyllur, Qa? Do pajtojnë prap? Kristi pajtohet prap dhe bën një aliancë për t'ja futur prap pas shpinën. Ja fut prap, era 3, pam. Treta, o bëhe 7 meta. Qënë cika, 3 ati. Kupton? Por që është shumë e bukur mas të sotës. Kushdo që rri. Gjithsesi, Kushdo që rri. do shifet. Duhet pajerë, pëse ka dhe i përqedur shumë bukur. Se ke 1, 2, 3, 3. 3, është perlë. I ke përballë gjithë dhe mund gëdosë është të dy kratë, 3 të vjetri. Ajo që zgjodhi, e njifte nga jashtë. Që që është? Ajo, po që është këtu. E njifte nga jashtë. E pash. E para. E vunere? E dyta e punës, jo, edhe që komunikonin, unë e thash në sy. E pan komunikim? Komunikim, lëvizi vetlan, unë e thash në sy, thash Oke, unë e kapa dhe unë direkt. Ti i thash, which side are you, në cilën rani e ti, ngeli, jo po, i thash unë, po mu bëjt që duesh, i thash, I'm out. E para, prit, por e dyta, me bisedimet që po i bëja unë dje, dhe se çfarë po i shpjegoja unë dje atyre, gjithë skemën, si pas zbërthimit tim, që nuk isha gabim, nuk e dija ku konsiston fitoria në thonjza e tyre, por e dija sigur që Kristi do ishte tradhtar. Këtë e disha, se kam thënë gjithë. Por, në atë shpërbëri dhe u bën ja 2 pyetje, se pyetje dhe dikush tjetër që